Fali, unë jam Alex Hajdaraj, brez pas brez jena për i komani si origin. Dhe jam emigrant. Kena gëzu një pronë, kastra gjyshim ka linë që ty, gjyshim ka linë që ty, baba em ka linë që ty. Por nuk zëdrojmë asë gja me letra. Faleminderit si na dhatë mundësin, se adin atë kjo paketa maleve na animon shumë. Adin, thjesht me bo këtë pronat tona me letra. Adin, vetëm me letra. Të shqyqyrë se na dhatë këtë mundësit pakën me bo këtë aplikim, edhe inshallah na miratohet edhe e bojmë një diçka, e bojmë një hapë për para, me të thonë vërtetën e Zotit. Vetëm ka shkamë. Po të falenderoj shumë nga zemra që ke ardhë, edhe falenderoj se na dhaj këtë mundësi për mu shprej. Shumë falenderit. Falenderit edhe që ndave eksperiencës. Thelbi i paketës së maleve është fakti që toka e cila do të vihet në dispozicion për paketën e maleve të jetë një tokë shtetërore në institucionet tona, në kadastër, dhe ndërkohë ose të jetë një tokë e cila nuk ka një pronar të regjistruar në kadastër. Dhe patjetër pastaj ajo që ju thatë e lënë e trashëguar nga gjyshi, katragjyshi, sot unë e kam, ndërkohë nesër dua t'ja jap fëmijëve të mi me qëllim që dhe ata të vazhdojnë edhe të gëzojnë e të shijojnë ato prona apo shtëpit cilat kanë qenë të parëve të tyre. Ka në thelb një, së pari prezantimin e një plani investimi për atë objekt apo truall të cilin disponon, dhe dy, të mos ketë një pretendent tjetër në pronën që do të zhvillosh, apo të jetë një pronë e pastër ligjërisht. Sepse kur thash në fillim që filluan të na e përbaltin këtë paket, ishte pikërisht kjo. Filluan të thoshin është një paket e cila do na marri pronën, do ja japi pronën oligarkut, atij që ka kapitalin, atij që do vi nga jashtë, investitorit huaj. Në fakt është pikërisht kjo që sapo ju thatë me drejt. Pronë e trashëguar prej vitesh, po jo me letra. Pra një pronë e përdorur nga ne gjatë gjithë këtyre viteve, po ndërkohë jo me një certifikat pronësie. Edhe procesi që duhet kryet nga ana e administratës është pikërisht kjo. Pra, 45 ditë bashkia bën shpalljen publike, duke pritur çdo kënd që pretendon për atë truall që ka letra, institucionet vendore pastaj së bashku me institucionet qendrore, pra me kadastrën, bëjnë verifikimet përkatëse dhe patjetër pastaj duke miratuar edhe planin e zhvillimit që ju e paraqisni për atë ide investimi që keni, fillon procedura në Agjencinë e Zhvillimit Territori, duke miratuar së pari atë plan zhvillimi, duke kaluar te Ministria e Ekonomisë më pas, e cila kryen kontratën me ju për blerjen e tokës me 1 euro, e cila është një shumë simbolike, dhe pastaj për të kaluar në atë pronësinë tuaj, të themi, për ta zhvilluar me një leje ndërtimi konkrete dhe për të vijuar e për të sjell frytet e para investimi që do të kryeni aty. Po me sa më thot kryetari, aplikimi juaj deri tani është i suksesshëm, do të ndjeki rrugtimin e pikërisht për këtë arsye në fakt edhe ne do të garantojmë që institucionet të veprojnë shpejt, pa burokraci, edhe të marrim rezultatet e para. Faleminderit edhe ju. Përshëndetje, unë jam Jennifer Gjoni, banore fshatit Koman.